Rikthehemi në studio për të biseduar se lëkura nuk është vetëm mbështjellja jon fizike, ajo është pasqyra më e sinqertë e shpirtit dhe jetës që bëjmë. Stresi, emocionet, gjumi, ushqimi dhe kujdesi ndaj vetës, të gjitha na lënë gjurmë mbi të. Sot në ritmin e ditës e ftuar kemi një doktoresh stomatologe dhe esteticiente, e cila në emision na mëson në fakt se të dëgjojmë lëkurën tonë me dashuri, të zgjedhim produkte të duhura dhe të vendosim një rutinë që jo vetëm na pastron lëkurën, por rrit edhe vetbesimin ton. Në studio bashkë me mua kemi edhe doktoreshën Ermira Krasniqi, stomatologe dhe esteticiente. Mirë se erdhe, Ermira, faleminderit shumë që pranove ftesën tonë. Mirë se ju gjeta, faleminderit Valbona dhe për juve për ftesën që më keni bërë. Dhe shpresojmë që sot do të bisedojmë diçka rreth temës së lëkurës, botoksit, fillerave, edhe do t'i informojmë pacientat ose teleshikuesit të cilët na përcjellin sot më shumë për detale ose gjëra të cilat interesojnë ose janë më nëse mund të themi. Pikërisht ne edhe kemi të themi do ta trajtojmë pak pjesën edhe të stinës së verës, sepse stina e verës është kur ndoshta më shumë kërkohen këto trajnime të ndryshme, mirëpo ndoshta disa trajtime nuk janë adekuate për periudhën të themi stinët më të ngrohta. Unë siç e përmenda do të bisedojmë gjithmonë për mirëmbajtjen e lëkurës, për mirëmbajtjen e fizikut tonë dhe trajtimeve të ndryshme që ju i praktikoni dhe i zhvilloni. Mirëpo fillimisht dua të di se si mendon që ka evoluar mirëmbajtja e bukurisë së jashtme ndër vite? Mund të them se ka ecur shumë. Tash kohëve të fundit edhe i është dhënë rëndësi shumë pamjes ose dukjes së jashtme. Të gjithë duan të duken bukur dhe të ndihen rehat në lëkurën e tyre, nëse mund të themi. Me këtë kërkesë, sepse edhe vetë tregu e tregon përderisa hapen klinika bukurie ose ordinancat që të ofrojnë shërbime, faktikisht edhe tregon që edhe tregu e kërkon shumë, pacientat e kërkojnë shumë. Siç thash më herët, të gjithë duan të duken bukur, ta trajtojnë veten, tash ka edhe shumë gift card që ju ofrojnë pacientave, ta bëjnë një ndërhyrje apo diçka normal që është e nevojshme. Ka evoluar shumë, do me thënë kemi kremra të ndryshme me kolagen, ka medikamente të ndryshme si që është botoksi, filleri, me të cilat mund të riparohet komplet lëkura ose të mbushen pjesë të cilat pacienti ka kompleks, e ashtu me radhë. Përse pikërisht Ermira këtë profesion? Të fillojmë pak a shumë edhe të njohim ty pak më shumë përse profesioni stomatologës, pastaj po ashtu edhe pjesa e bukurisë, edhe pse janë shumë të ngjashme njëra me tjetrën, mirëpo lidhet bukuria në të. Nga cila moshë ka filluar në fakt interesimi për këtë profesion? Po, faktikisht unë prej në shkollë të mesme kam qenë edhe teknike e dhëmbësh, kështu që interesimi për mua në stomatologji ka filluar shumë herët. Edhe stomatologjia pastaj ma mundsoi që unë të mundem ta praktikoj, ta vazhdoj edhe më tutje në fushën e estetikës, edhe pse edhe stomatologjia është një pjesë e cila merret me estetikën e dhëmbëve, me dukjen e bukur të dhëmbëve, kurse pastaj kjo erdhi si plus me kurse dhe trajtime të ndryshme, edhe unë duke qenë fan se çdo herë bukurisë, dukjes bukur, kam fillu me u marrë tash ma shumë, ma aktivisht, vetë se ka dikun 2 vjetë që mirem aktivisht edhe me procedurat e fillerit, botoksave, gjanave. Interesimi është shumë i madh, është më i dukshëm, edhe stomatologjin pastaj e kam normal profesionin kryesor. Kurse kjo është diçka shtesë, po që e bëj me shumë dashuri. Me siguri, sepse me të vërtetë edhe duke shumë bukur, mirë po edhe është një profesion që me të vërtetë lidhet të ngushtë me bukurinë dhe shumë nga ne gjithmonë duam që të dukemi bukur, siç e përmendëm më parë, komplekset e vogla të cilat mund të riparohen, pse jo edhe ti realizojmë ato nëse janë të themi pak më të mëdha sikur komplekse më të mëdha në jetën tonë. Sot më shumë do të bisedojmë edhe rreth trajtimeve dhe po ashtu edhe aplikimeve të ndryshme. Çfarë tregon lëkura jonë për stilin e jetesës që bëjmë? Shenjat e para që dallojnë tek pacientët kur përballeni me ta. E përmenda pak edhe në hyrje, gjumi, stresi, këto gjëra, mirëpo cilat janë ato të themi shenjat e para? Lëkura dhe dukja e pacientit flet para se pacienti faktikisht të flet vetë. Me një shikim ose me një inspekcion më të detajuar, shihet nëse pacienti, faktikisht inspektojmë çdo gjë tek pacienti, shenjat e plakjes, do me thonë mënyra e jetesës, mënyra të ushqyerit,
kujdesi i lëkurës, të gjitha tregohen edhe shfaqen në lëkurë. Pastaj pacienti fillon dhe flet edhe i përcakton gjanat për të cilat është i shqetësuar, nëse mund themi, ose arsyeja pse ka ardhur tek ne. Dhe unë mundem t'i rekomandoj trajtime të ndryshme, mundem t'i rekomandoj edhe kremra, se edhe për këto gjanat jam shumë informuar, lexoj, më vjen interesant, nëse mund të them. Mirë po, preferohet që sa më herët pacienti me u fillu me u kujdes. Bukuria vjen nga brenda, jo vetëm nga jashtë. Normalisht. Kështu që gjumi i rregullt, mirëqenia, do të thonë komplet, si me trajnime, si me, do të thonë, të miresh me sport, gjumi, puna me orar të përcaktuar, jo lodhje e tepërt, ato do të shfaqen me një person më të relaksuar, më të hidratuar, më të bukur, më rrezatues. Kurse dikush që lodhet ndoshta më shumë, ato të gjitha shfaqen, si dhe vjen edhe plakja e parakohshme. Ermira, mund të më tregosh mua për shembull nga cila anë bëj gjumin apo gjërat e tilla të cilat i shën fillimisht tek një pacient? Dua të kem një konsult falas këtu në studio. Po, nuk është problem, bëjmë diçka. Pra kemi nevojë të themi pika të vogla. Po, diku. Do me thonë kështu në inspekcion të parë, nuk është që ke ndonjë asimetri, se aty shihet ndoshta pacienti nga cila anë flen më shumë ose diçka, je shumë simetrike. Fati im. Po. Përveç ndoshta që pas moshës 25 vjeçare, dhe pse çdo herë varet, preferohet të fillojë dikon me kujdes më intensiv të lëkurës, me kolagjen, edhe me ndoshta pika të vogla botoksi vetëm për t'i parandaluar rrudhat, jo diçka e egzageruar. Shumë bukur, ishte një këshill shumë e bukur, mirë po, gjithmonë me nevojë, nëse keni nevojë të themi, asnjëherë të themi ta kalojmë atë pragun e së tepremës, mirë po do të flasim edhe për atë pjesë sigurisht. Tani që jemi në prag të verës, të temperaturave të larta, unë e di që edhe trajnimet gjithmonë të dallojnë nga stina në stinë, dhe aplikimi i produkteve normalisht ndonjëherë të trajtimeve rritet, pra pastrimi i fytyrës bëhet të themi pak më shpesh, mirë po ndalohen në disa trajnime. Na informo pak më shumë se cilat duhet ta anashkalohen gjatë muajve më të nxehta. Okej, tash nëse mund të them një rutinë ideale do të kishte qenë mund të them për një femër, për shkak që ne jemi pak më shumë nga këto gjana. Do me thënë një krem hidratues ditën në mëngjes. Edhe diçka që është qels për këto, do me thënë stinën e verës edhe për këto ditë të nxehta, është mbrojtës ose faktori mbrojtës ose SPF, mundësisht të jetë 30+ ose 50. Edhe të jetë UVA ose UVB, do me thënë t'i ketë të përfshira të dy filtera të cilat mbrojnë edhe nga plakja, se rrezet UVA faktikisht depërtojnë thellë, edhe kur është dita me mjegull, edhe kur është duke rënë shi, edhe mplakin likurën. Kurse UVB janë vetëm ato të cilat e aktivizojnë nxirjen e likurës. Prandaj është patjetër të vendoset krem mbrojtës, edhe do me thonë në muajt e tjera të vitit, mirë po verës, patjetër. Një krem hidratues, një SPF, edhe fondatin ose diçka do që të përdorin. Kurse në mbrëmje, një larës vajor, do me thonë që ta heqim shminkën ose ujë micellar, një krem më të pasur me peptide ose kolagjen ose me antioksidant si që është resveratrol ose diçka tjetër, edhe eventualisht nëse don diçka më tepër, ndonjë mask ose hidratimi ose diçka. Vitaminat përdoren gjatë vistineve të ngrohta? Ka qenë një pyetje shumë e zakonshme për mua. Po tash vitamina C topikalisht, nëse vendohet në lëkurë, ajo e lën njëjtë efektin e antioksidantit edhe të mbron nga stresorët ose faktorët stresor përgjatë përditshmërisë, nga ndotja, nga edhe pse për shkak që edhe fondatina edhe mjetet ose themi makjazhi që e përdorim edhe ato i kanë ato efektet e veta. Ajo qëndron si një barierë mes lëkurës tande edhe mes ambientit të jashtëm, kështu që vitamina C e venduar në fytyrë po ndihmon shumë, vetëm se duhet të jetë në përqindje të përcaktuar edhe të përdoret në kohë të caktuar. Po, për shkak që nëse kalon në një periudhë afati, ajo edhe nuk është më aktive. Kurse vitaminat, multivitaminat që i përdorin pacientat që i faktikisht që miren, ato janë pastaj
ndryshe edhe ajo i ka ato efektet e veta. Dëgjojmë shumë në rrjetet sociale, po ashtu edhe mbi karkesa e produkteve. Pra unë të paktën kam shumë shoqëri të gjerë të vajzash, të cilat përdorin, mund të themi ndoshta deri në 6 produkte që vendosen në fytyrë. Tani, a është një pjesë pozitive apo ka edhe pjesë negative pasi që fytyra ndoshta nuk mund t'i përballon të gjitha ato? Si mendon? Tash do ta them atë pikpamjen time, unë mendoj se ma pak e komplikuar çdo herë është më shumë ndonjëherë. Përsa i përket rutinës time, unë domethënë kam një krem hidratant në mbrëmje, pas larjes normal, pastrimit ose diçka. Një herë në javë baj një peeling, domethënë të cilën e marr në për farmaci ose diku jashtë vendit, për shkak që këtu marketi është pak më i limituar, mund të them. Ose përdori, tash do ta them një sekret, nëse kështu zisi ta shpjegoj. Ajo është krema tretinoin ose retinol A, mirë po nuk është retinol i thjesht, vetëm serum, po është mënyra, është forma më e pastruar e vitaminës A, e cila edhe e rikthen procesin e plakjes. Kështu që nëse ki linja minimale ose lëkurë më të hollë, ajo e bën më të trash, edhe më të shkëlqyer, edhe i menjanon ato fine lines, nëse mund të them. Kështu që është retinoin A, dhe atë nuk mund ta gjesh këtu, ose duhet të ta përshkruaj doktori, mirë po nuk gjendet në trekun e Maqedonisë, atë e marr prej jashtë, ka në Turqi, në Greqi, dikun. Në për Evropë japin vetëm dermatologët, do me thonë edhe nëse mund dhe dikush të bie në kontakt me tretinoinin, unë e kisha propozu që le ta marrin, është i vetmi sent i cili të ndihmon më së shumti në mirëmbajtjen e lëkurës. Po me atë vjen të plakjes, po. Do me thonë, edhe nëse ke njolla kafe në fytyrë, ajo e gjitha i largon. Se e mundson rigjererimin e lëkurës, edhe do me thonë, lëkura ka një cikël, një skin cell turnover, edhe ajo e përshpejton atë. Edhe lëkura jote faktikisht, nëse mund ta përshkruajmë që lizat janë si një mur, i ndërtuar me tulla, edhe dikun ka mangësi ose diçka, ajo e përmirëson edhe e fut ciklin me një, si mund të them, me një cikël më të rregullt, edhe ato të cilët kanë akne, mundson edhe largimin e akneve, do të thonë ka shumë benefite. Mirë po me atë vjen edhe përgjegjësia e madhe, për shkak që duhet përdoret patjetër çdo ditë SPF, faktor 50+. Pas sa kohë mund të shohim rezultatet të paktën nga ky medikament, të thoja? Për shkak që është e ban pak lëkurën më senzitive dhe preferohet me u fillu me përdorim një herë në javë. Ti kur fillon me përdor një herë në javë, normal që nuk mundesh shumë shpejt me pa rezultate, mirë po nëse ta toleron lëkura, e vazhdon 2 herë në javë. Deri në 3 herë në javë, ma shumë nuk e kisha rekomandu, kështu që përderisa fillon me 2 herë në javë, atëherë është faza kur ti mundesh me pa efektet maksimale. Edhe kjo mund me zgjatë dikun 2, maksimum deri në 3 muaj. Edhe koha nëse fillohet me tretinoin, preferohet me qenë dimër ose vjesh, mundësisht. Për shkak që lëkura bëhet me ndihmë rrezikut, thash patjetër duhet të ketë edhe faktor SPF 50+. Shumë e vërtet. Kur jemi tek produktet, kur jemi po ashtu edhe tek fillirat dhe botoksat, do të flasim pak edhe më gjerë për ato, unë dua të di pak më shumë edhe për efektet anësore. Efektet anësore, të paktën për mua, janë gjëja që më shumë më bën kurreshtare dhe jam gjithmonë shumë mirë informuar për klinikën ku i bëj tretmanet, për klinikën ku bëhen edhe të gjitha trajnimet e ndryshme, aplikimet e ndryshme. Më trego disa nga efektet anësore të cilat janë më të pranishme tek pacientët, të cilat paraqiten më së shpeshti të theme. Qoftë nga skincare, por ndoshta pastaj do të kalojmë edhe tek efektet anësore pas procedurës apo para se me fillu pas procedurës, normalisht nga pastrimi të themi fytyrës apo tretmanet të ndryshme laseri që bëhen për fytyrë. Okej, tash nëse bëhet laser, efektet më të padëshirueshme nuk është që do të ka diçka, mirë po do të ketë skuqje të përkohshme edhe sensitivitet lëkurës. Kurse përsa i përket për shembull ndërhyrjeve me fillers ose diçka më ndryshe, ka mavjosje përkohësisht, mundet domethënë prej komplikacioneve më të thjeshta, thash siç është skuqja, me shku deri te komplikacionet më të rënda, të cilat ndodhin shumë rrallë, mos i friksojmë pacientat, mirë po mundet me ndodhë okludim vaskular,
normal, me teknikë jo adekuate, injektohet filler edhe i ban presion enjve të gjakut, atëherë mundet me ndodhë derisa një pjesë e trupit e përsaktuar nuk mundet me ushqy me gjak mjaftueshëm edhe mundet fillohet të mavjoset edhe mund të shkon deri në nekroz, do me thonë vdekje të indit, mirë po janë shumë të ralla. Efektet më të dukshme ansore janë, do me thonë, krijimi i topthave, nëse mund të them, filleri kur aplikohet fillimisht është më i ngurt, po, dhe pastaj fillon hidratohet. Me konsumimin e ujtit ajo hidratohet edhe integrohet në për indet e likurës. Do me thonë, e merat si përfaqen ma smooth, si të them, ma të lëmush, po. Edhe kurse për botox, nëse bëhet aplikim jo adekuat, kemi muskull elevator edhe depresor, do me thonë muskujt të cilët bëjnë ngritje të vetullave ose buzës edhe zbritje, do me thonë mimika të ndryshme. Nëse botoxi aplikohet në për ato muskujt të cilët janë depresor, atëherë do të kemi jo simetri të fytyrës, mundet do me thonë vetullat bien, ose nga njëra anë mundet vetullat jetë më poshtë, tjetra më larg, kështu që duhet vetëm të miren masat adekuate, do me thonë të ecësh me një doktor të cili ti beson, i cili ka trajtim adekuat dhe jo vetëm e bën atë për përfitime financiare ose diçka, po ta doj atë të cilën e bën edhe ti ofroj ato rezultatet më maksimale, po me efekte ansore minimale. Do me thonë mos kemi thash ashtu diçka asimetri të fytyrës, ti ke shku për një zbukurim ose diçka edhe pastaj të ngelesh me atë fytyrë ose diçka. Mirë po, prapë e mira e krejt kësaj është që filleri shkrihet ose largohet, edhe botoxi vetëm i duhet kohë, dikun për 4 muaj rikthehet siç ka qenë edhe nuk është që është diçka shumë për të friksu ndoshta. A ndodh shpesh të vinë kliente pra me të themi trajtime shumë aplikimet jo adekuate, të cilat pastaj të duhet ty kohë për të arritur deri tek efektit që pacienti kërkon? Po, kam pas, definitivisht, edhe pse përgjithsisht pacientat që vinë tek unë, do me thonë, janë të cilët s'kan punë përgjithsisht, edhe unë zakonisht i punoj e para, mirë po ka ndodhur kur ndoshta kemi ba shkrirje të fillerit, se unë një procedurë shumë do me thonë mësë shumë ti që e bëj, është rimodelimi i hunës me acid hyaluronik ose liquid rhinoplasty nëse mund të. Edhe kur vjen një kohë e caktuar që pacientja ka apliku një vjet, 2, ajo preferohet filleri vjetër të shkrihet edhe të vendoset prap. Ose ka ndodhur që pacientja ka ardhur për një tjetër klinik, se nëse aplikohet vazhdimisht, ajo do të zhduket, mirë po prap do të ketë disa mbetje. Kështu që kam ba dhe shkrirje dhe kemi remodeluar prap, mirë po jo diçka, nuk kam pa ndonjë rast ekstreme cila mu ka dasht vazhdimisht ose të punoj shumë për me arrit atë rezultat, jo. Këtu te ne nuk është edhe shumë ndoshta e përhapur, nuk janë të përhapura shumë trajtimet estetike, kështu që nuk kam pa diçka të tepruar ose të dalë jashtë mase dhe shumë më vjen mirë. Pikërisht kur jemi edhe tek trajnimet apo klinikat e shumta që janë në vendin tonë, do të rikthehemi sërish tek aplikimet, mirë po një gjë shumë e rëndësishme është edhe klinikat e cilat nuk punojnë me punën e tyre, të themi nuk janë persona kompetent adekuat për të aplikuar. Dhe mua më bëhet shumë qefi që tani më është një ligj i cili pose do të vijë në fakt në vendin tonë, i cili ka të bëjë për personat adekuate, të cilët kanë përfunduar pra studimet qoftë të medicinës apo të stomatologjisë, të cilët janë adekuat personat të cilët mund të bëjnë trajnime të tilla dhe aplikime të tilla. Si mendon ti, është normalisht që është një vendim i dur, mirë po a mendon që në vendin tonë ka vende të cilat nuk duhet të vizitohen dhe të aplikohen sepse nuk janë persona mjaft të informuar, mjaft të ushtruar në këtë lëmi, dhe si mendon me tregun të themi rajonal, në këtë rast në Kosovë, si që ndrojnë këto dy të themi profesioni njëjtë, mirë po dy botra të ndryshme? Po, është e vërtet. Tek ne definitivisht, do me thonë do i përgjigjem fillimisht pyetjes së parë, definitivisht ekzistojnë vende që ndoshta ndonjë person jo adekuat i bën edhe këto trajnime. Unë mendoj që është shumë e rrezikshme, për shkak që ti nëse nuk e ke trajtimin adekuat dhe nuk e din anatomin e fytyrës ose trupit, nëse mund të them, po më shumë fytyrës, dhe nuk i din ato
pikat elementare, mundet me shku deri me një pakënaqësi shumë të madhe ose me një deformim. Mirë po, çmimet e larta, të cilat të larta, se tash për bukuri shumica nuk është problem, mirë po, nëse munden të gjej një ofertë ose një deal, diçka për shembull laser plus botox ose diçka, edhe i marrin, edhe kthejnë në këto trende, edhe pastaj shpesh herë ngelin jo të kënaqur për shkak që duhet jetë, domethënë, personi i cili i injekton duhet jetë definitivisht i licencuar me licencë mjekësie, ose të jetë doktor i përgjithshëm, ose doktor stomatologjie, po qoftë edhe motër medicinale, edhe pse jashtë motrat medicinale kanë të drejtë të injektojnë, për shembull në Amerikë, në Angli, tek ne ende jo. Mirë po, domethënë preferoj të shkoj te një person adekuat, se ai mund të tregon gjanat më mirë, edhe gjanat të cilat ti ndoshta e ke të nevojshme, jo të kthejnë në këto ofertat, se ti nuk mundesh me ditë, mundesh me shku te mjeku për diçka krejt tjetër, edhe ai me të rekomandu diçka krejt tjetër që ti ndoshta nuk e ke pa, edhe pse ka deri te ajo. Ti mundesh me shku faktikisht për vijat nazolabiale, dikush kush i ka të theksuar mirë, po ndonjëherë nuk është vetëm ta mbushti me 1 mililitër vijën nazolabiale kur ndoshta nuk ke suport këtu, të mungon ndoshta pak suport, ose me pak botox, e cila vendohet sipër buzës, mundesh ta parandalojsh lëkurën, sepse kur jemi të reja dhe kemi elasticitet lëkurës, është lehtë ta vendosësh 1 mililitër filler, po nëse ajo mbetet edhe në plakje, besom që do të duket jo bukur pas një kohe, do të ngelet thash ashtu me topa, jo e lëmuar, jo, prandaj preferohet të shkohet tek personi adekuat, ti marrësh rekomandimet, të interesohesh, ti bëjsh ato hapat, të lexojsh edhe në internet, pse jo, të informohesh edhe pastaj të vazhdohet me procedurën, që të cilën mendon e ke vendos, kjo do të jetë më e mira për mua dhe vendos, kurse në për ato vende do ta marrësh ato ofertë e cila është zakonisht për atë bëhet. Përsa i përket pyetjes së dytë, ne jemi larg me Prishtinën, me Kosovën, atje maveceme të madhe ka fillu përdorimi i, domethënë, kanë laserat më të reja, siç është Morpheus ose Onda ose diçka tjetër, të cilat janë inovacione në medicinën estetike, dhe atje njerëzit janë më të interesuar për gjithë këto trajtime. Mirë, po ndoshta ndonjëherë nuk duhet të përgjithësojmë gjithë situatën, ndonjëherë janë pak të tepruara dhe ndonjëherë po arritjen efekte shumë të ngjashme me njëra me tjetrën. Mirë, po mua më pëlqen shumë mënyrën se si po e shpjegon të gjithë procedurën, e cila ndihmon që edhe ne të njoftohemi pak a shumë me fytyrën tonë, për të njoftuar me jo problematika, po këto të themi devime të vogla që ndodhin gjatë viteve, pashtu gjumi, siç e përmendet, jo adekuat, stresi dhe të gjitha këto. Emira, jemi në momentet e fundit të emisionit dhe unë jam shumë e lumtur që i ndam të gjitha këto informacione, mirë po për fond, dua që të ndash një mesazh apo edhe një, të themi kështu, konsult falas me të gjitha ata që po na ndjekin për mirëqenien tonë në stinet më të ngrohta, si ta mirëmbajmë veten, për të gjitha ata që kanë aplikuar, të themi, botox apo filler, si është mirëmbajtja e tyre, dhe për të gjitha ata që jo, apo deri tash nuk kanë edhe ndonjë, të themi, skincare apo rutinë, domethënë për pastrimin e fytyrës, çfarë duhet të bëjnë? Çdo herë do t'i ndaja këto këshilla domethënë këshilla të ndryshme për grup mosha të ndryshme. Nëse je një vajzë, domethënë ashtu tinejdžere ose në një moshë shumë të re, do të kisha këshillu mos fillohet me këto procedurat shumë herët. Të kisha këshillu ndoshta një mirëmbajtje të lëkurës edhe ruajtjes së kolagjenit edhe elasticitetit natyral që e kemi, mos të shkohet me procedura pse janë in ose janë ekskluzive, se ndoshta te më të rejat tash shumica dojnë t'i bëjnë buzët ose diçka. Do të kisha thënë, priteni pak, ndoshta fytyra ta merr atë formën. E vërtet. Po, atë formën e tuaj pas të njëzejtave, do ta formon atë konturën fytyra juaj, mos të bëjnë, domethënë, trajtime në moshë shumë të re. Vetëm të kujdesen për lëkurën edhe faktorin mbrojtës patjetër. Ajo e parandalon plakjen më së shumti. Mos të përdoret shumë make-up, sepse janë të reja, janë të bukura, me të vërtet nuk ka nevojë të rrinë atë autenticitetin e vetë,
Edhe pastaj, pas të 20-tave ose 25-tave, një rutin pak ma rigoroze, do me thonë me peptide, me kolagen, me tretinoin, me retinol, ose diçka ngjajshëm. Atë pa tjetër do ta marrim të gjitha. Pas kësaj interviste, me të vërtet të gjitha të ta kemi në shtëpi në rutinën tonë. Pa tjetër, është një gjë shumë, është njëra prej gjanave e cila ndihmon më së shumti. Pas të 20-tave, një konsult me mjekun, pse jo, do me thonë edhe botoksi i parakoshëm e parandalon plakjen. Se nëse muskulli është i paralizuar edhe vazhdimisht nuk lëviz, nuk bëhen ato rrudhat dinamike, edhe vetë lëkura do t'jetë do me thonë nuk do t'rrudhet lëkura faktikisht. Kështu që nëse bëhet botoksi në moshë më të re, ti faktikisht do t'i parandalosh rrudhat në të 30-tat ose 40-tat, se kemi ndoshta ndonjë grua 30 vjeçare e cila e ka lëkurën shumë të mirë dhe më të pastër nëse e ka mirëmbajtur sesa një 20 vjeçare, e cila ndoshta nuk ushqehet mirë, ka puçra ose diçka ngjajshëm. Edhe pastaj pas të 30-tave, ndoshta një laser i lehtë, ndonjë eventualisht filler, nëse ka dikun humbje lëkurës, përveç fillerave kemi edhe Sculptron, kemi Yalupro, kemi edhe Profilo, këto janë të gjithë ato që e stimulojnë kolagjenin natyral në lëkur, nuk është patjetër të shkohet direkt me filler për të shuar volum, se këto janë gjanat të cilat pas një kohe, do me thamë bëjnë një proces inflamacionit të kontrolluar në trup edhe stimulojnë kolagjenin. Kemi edhe biostimulator ose biorevitalizator, kemi edhe skin boosters, këto nuk janë fillera, po është një tip më i lehtë, mund të them mes fillerit edhe mezoterapisë. Ka shumë procedura të ndryshme, kështu që definitivisht një vizitë me personin adekuat besoj që do t'i kishte rekomandu specifik ato gjanat për cilat ka nevojë lëkura e pacientit. Unë me siguri do të vi dhe tashmë do ta di se cilat janë mungesat të thema të vogla, sepse komplekse nuk kemi, mirë po në disa ndryshime pse jo mund t'i bëjmë për ta mirëmbajtur që të 30-tat dhe të 35-tat apo 40-tat të jenë sa më si në të 20-tat. Po, të rikthehemi pak a shumë edhe në rinin ton, duke ruajtur gjithmonë edhe bukurinë natyrale siç e the edhe ti, dhe si gjithmonë mos të injektohet në zona apo në moshë shumë të re, sepse siç e thej vajzat janë shumë të bukura, kemi shumë trajtime të ndryshme, kremra të ndryshme të cilat mund të arrijnë efektin të themi të njëjtë, mirë po nga mirëmbajtja e tyre mund të vazhdojmë duke mirëmbajtur edhe pjesën të themi të kolagjenit apo ato gjërat që edhe na mbajnë të reja. Faleminderit shumë Ermira, ishte një intervistë shumë e këndshme, u shijova shumë, u informuam shumë edhe për trajtimet dhe aplikimet gjatë sezonit të verës. Temperaturat vetëm kanë arritur të themi 33 gradë e kështu më lart, pra gjithmonë duhet të kemi parasysh mirëmbajtjen e lëkurës, sepse mund të ketë edhe gjithmonë mund të na dërgon deri në sëmundje shumë të vështira. Dhe faleminderit shumë për çdo këshill. Faleminderit edhe për juve, vjen mirë edhe ishte kënaqësi të isha këtu sot dhe të ndaja disa këshilla për gjithë ata të cilët na shikojnë. Unë jam në sigurt që kjo nuk do të jetë takimi jon i fundit, mirë po ne do të kemi edhe takime të tjera. Faleminderit shumë. Shikues të dashur, shpresoj që edhe ju e keni shijuar këtë bisedë dhe jeni informuar shumë rreth të gjitha trajtimeve të ndryshme që ndodhin, po ashtu edhe aplikimeve, mirë po si gjithmonë duke u kujdesur për lëkurën tuaj edhe gjatë stinës së verës apo muajve më të ngrohtë të vitit. Tani është koha që ne të shkëputemi me një pikë muzikore dhe më pastaj rikthehemi në studio me Arditën dhe musafirin e saj.